Mara Shkumbulla po zhvillon një sezon fantastik tek Espanyoli në Spanjë. Mbrojtësi i cili është në huazim të klubit spanjoll nga Roma ka bindur me paraqitjet e tij. Panorama Sport mëson se në përfundim të kampionatit, drejtuesit e Espanjolit do të ulen në tavolinë me ata të Romës për të biseduar për shifrën e një transferimi të mbrojtësit që prej disa vitesh është pjesë e kombëtares. Roma është e kompletuar në mbrojtje dhe Kumbulla do të ishte i tepërt për sezonin e ri, kështu që mundësia e madhe është që klubi italian të shes përfundimisht tek Espanjoli për të rikuperuar disa të ardhura. Këta të fundit e shohin Kumbulla si pjesë të projektit edhe për sezonin e ri, megjithatë shifra që do të shtrohet në tavolinë do të jetë thelbi i diskutimit dhe asaj që do të vendoset. Shkëlqeu te Verona, duke marrë besimin e Ivan Juric dhe më pas Roma shpenzoi një shumë të konsiderueshme për të. Rrugëtimi i Mara Shkumbullës në futbollin profesionist nisi mirë, por ashtu si një pjesë e madhe e lojtarëve, vështirësitë do të vinin mbrapa. Tepër dhe kusht Kumbulla nuk arriti që të ishte në nivelin e duhur dhe për këtë ndikuan shumë faktorë. Ekipi ishte në përgjithësi dobët, ndryshimi i trajnerëve dhe qasja Jose Mourinhos që për hir të së vërtetës nuk besoi te mbrojtësi. Ai e kaloi një pjesë të madhe në stol dhe më pas një dëmtim i rënd në ligamentet e gjurit e la ato për muaj të tërë jashtë fushave. Pas rikthimit të gjithë ishte skeptik për gjendjen e tij dhe pas një huazimi të shkuar keq te Sassuolo, qëndrimi në Romë ishte një utopi. Pas shumë negociatave Marashu u dërgua në Barcelonë për të bashkuar me Espanjolin ku I ka surprizuar të gjithë. Ati u besua një fanell titulari dhe ka luajtur në 30 ndeshje deri tani, nga ku 29 janë nga fillimi. Për më tepër forma e tij erdhi në rritje. Ai jep garanci në prapavi dhe madje ka shënuar dhe 3 gola në La Liga kundër Mallorcës, Sevillës dhe Hetafes. Me hapjen e merkatos do të vendoset ardhmja e Kumbullës që më shumë mundësi do të jetë sërish në Spanjë.